Tregom sa keni pas rendiment këtë vit prej gështënjes. A ka qenë rendiment aq sa e keni prit? Rendimenti këtë vit që e lam ose si jemi në ta, rendimenti ka qenë shumë i shkëlqyshëm. Unë në pronësi, si që ka ma por, i kom 7 hektar gështënja, edhe kom morë dikom përmi 3 tonë, gati 4 tonë. 4 tonë gështënja për një muaj, sa keni mu për? Sezonal, për një muaj ke morë përmi 3 tonë i kena morë. Edhe shqitja o konë shumë e mirë, shpërndanja o konë e mirë, populli i ndatë knaqën, ose konsumatorët kush i ka morë, jemi nada shumë regull me ta. Mundal këtu të shqitja, keni një pikë grumbullusa apo i fornizoni tregun vendor atë sa kërkohet? Qysh e bëni shqitjen e tyre? Për para në treg i shtënë ka qenë pak i vështirë, po flasë se para lufte është dasht me qunë treg caktun, kurse tash tregi është shumë mirë, e bën shumë shpejt, se përmes rrjeteve sociale tash e poston diçka, edhe vini i morin shpejt, edhe i shpërndajmë, edhe në treg dalë, kështu si shqitja është shumë e mirë, është pasi problem. Nuk kena na mollë sa kem kërkesa. Po, a? S'kemi mollë na sa kem kërkesa, i falenderoj shumë konsumatorët që vinë e blejnë, kom konsumatorë që janë tregull gjithmonë, trastit, shqitja është e mirë, më thonë. Sa janë çmimet e tyre këtë vit? A janë më të larta se vitin e kaluar? Keni dalë të kënaqur me përfitimet që keni pas gjatë këtij viti? Çmimi i gështënës lun prej sezonës, prej vitit në vit. Këtë vit po flas, çmimi është konë shumë i mirë. Na e dim që kanë hyrë edhe prej Greqie, prej Turqie, kanë hyrë me tonelata. Ajo është një gështënë e hibridizuar që ka hyrë në tregun tonë. Nuk ka mujt me dëmtu tregin tonë, për kashi gështënës autoktone, se na gështënën autoktone si e kemi, kjo është e pa zavendësueshme, kjo është amel, kjo është e mirë me pjek, kjo është e mirë me zi, kështu si konsumatorët e lypin gjithë këto. Kështu ja qenë prej Greqie, prej Turqie është e hibridizuar, e ekonomit, edhe më me thonë, mundët ajo shije ka hahet, po nuk është sigur gështënja autoktone. Edhe çmimi është i naltë, ato që i importohen. Sa dallojnë me çmim? Çmimi dallojnë shumë. Atje në treg sillet më shumicë 4-6 nëpër pilar ose në vendet caktuara e ki 5-8. Këtu varojnë çmimin, po flas për veti që shikum shit. 2 euro te 3 euro kum shit kilën. Kilën. Po. Edhe në treg edhe plantacion. Edhe në treg, edhe në shtëpi, edhe e kum dorëzua. Unë muj me vërtetu se është një çmim i mirë, një çmim i arsyeshëm për popull, se edhe populli se na këto du të më konë të kënaqshëm edhe populli. Është çmim i arsyeshëm se edhe populli du të më ndihmu. Jo më afroj çmimin, më apo 5 euro për. Këtu deshta me dal. Unë so kam rastis në vërtregjet e vendit tonë, ka pas çmimet e gështënja deri në 6 euro, mos flas për më lart. Qysh ndodh kjo? Me një treg me qenë 2 lloj gështënja, njëna më lirë, njëna më shtrejt. Po është në pyetje çmimi, produktet që konsumohen, na e dim, acore 7-8 prillit, shumë pemi ka dëmtuar, këtij viti e dim na mirë. Në Prishtinë na e dim që 1 kilogram qershi i ka qenë te 20 euro. Ajo është çmim absurd edhe është katastrofë për popull. Kështu si edhe gështënjën janë mës me pas, faleminderit që ka bo, edhe gështënjën e hypin 8 ose 10, ose edhe ma tepër hypin.